emocionale, për gjestin qau dhe Rozana. Rozana do vetë marrë çmimin. Por është dhe ana njerëzore, ka ngarkesë madhe tani u bën shumë kohë. Rozana ka për të marrë fancat e Gjestit, nëse ikte Gjestit i ka qenë fancat. Ama se s'ka nevojë Rozana për famën e Gjestit tani. Rozana e ka krijuar. Po ç'nevojë ka Rozana tani? Gjesti është rrit me famën e Rozanës, tash Rozana do marri famë nga Gjesti. Mos i banalizojmë gjërat. Po Rozana deri dje kanë ndjek dorat e Gjestit, do të ja tani nuk kam qenë stima jo, më se s'kan ndjek, jo, më nuk ka pasur. Jo, të kundërshtojon tani ka pasur një partnership të heshtur midis Gjestit dhe Rozanës. Kanë bajtur lojë njëri tjetrit. Po tani po të pëlqesh dikë aty dhe për miqësi dhe për të vazhduar lojrat, do të thotë që ti merr famë. Po të lutem, nuk ka asgjë të keqe, po s'mund ta marrim faktin që ata kanë pasur një marrëveshje të heshtur. Shumë mirë e kanë bërë. Deri te shpella aty ku isha. Ata te shpella kanë qenë shumë të lezetshëm. Tek shpella filloi kërcitja. Edhe ti ishe shumë i lezetshëm te shpella. Po tek shpella filloi kërcitja, një shaka që i bëri Gjesti Rozanës, pra e la me muhabet, unë Xhibani dhe Gjesti do të binë Rozanës për shaka. Rozana në atë moment e mori vërtet këtë shakan, pra bëri efekt gjëra dhe që aty filloi emocionale aty ka shumë ngarkesë. Pra unë të gjithë kam dëgjuar nga një herë në atë shtëpi. Nga eksperiencë, kam qenë edhe brenda jam dhe jashtë. Lajdi, të gjithë kam dëgjuar në atë shtëpi që të thonë të paktën një herë unë do dal. Apo jo. Madje atë ditë pse dola. Se më nxori një zotëria prej vetes, edhe pak të ngarkesa, pak dhe kjo, domethënë e kupton për çfarë ndodhem këtu jashtë. Pikërisht nga ajo ngarkesa, pse haja unë pafund? Nga ajo ngarkesa, domethënë nga stresi, nga unë jam realist, edhe u përpoqja që ta mbaj sa më shumë vetë kontrollin, mendjen. Nuk është aq e thjeshtë, domethënë njerëzit do hante më shumë. Njerëzit knaqen, argëtohen. Ju e pas keni stresin me të ngrënë. Mangjo perché son disperato perché mangio. Po, edhe unë kur jam në stres. Po, ideja është domethënë që unë bëj një apel publikut, mos t'i marri shumë seriozisht këto gjëra, ta shijoj këtë Big Brother sepse është fantastik, plot me personazhe. Merreni seriozisht, afeksionohen, share, like se ndryshe ky program për këtë punë është bërë. Merreni seriozisht. Pa diskutim që nuk është shmang dot. Nuk është shmang dot sepse afeksionohen me personazhet aty brenda. Do të shikojnë pak me sportivitet. Personazhet që kanë deklaruar se do dalin. Ngarkon dhe publikun dhe shumë mirë. Po, do ta shohin pak me sportivitet. Mbeten pak tek personazhet që kanë patur një ngarkesë. Ato më thonë mua, dëgjo, thuj produksionit. Thuj mesazhe. Jo, unë do lë studion tani, sa nuk mundem, ju së lini, do lë unë studion. Unë s'po them gjë. Po jo, unë nuk po them. Do lë unë studion. Jo, ja besoj hallin Ledionit. Ledioni shfitu si bigu të Jo, ja besoj hallin se i qenkërka e të mërshme të menaxhosh një panel ku flitet për Big Brotherin. Por, tek ngarkesa emocionale, imagjino, një debat nuk po menaxhoja dot edhe unë ngrita për të larguar nga studio. Imagjino gjitha të stres aty brenda, se sa herë janë shprehur që do lëm shtëpinë. Jo më larg se para 2 ditësh, po. Rozana tha, e dëgjova në një moment, që tha edhe unë seriozisht dua të largohem. Edhe nuk mendoj që është pjesë e lojës, se sado që ti je njeri, artiste, aktore dhe mendon, shiko janë bërë shumë ditë aty tani. Gjesti në një moment, foli me kamerat, po fliste edhe me Aldo, ne fliste me gjithë dhe tha, jo vlla, nuk është lojat, e pyti Rozana, po kur të dalësh jashtë, do ta shikosh marrëdhënien me Eglin. Në fakt, ai do fitonte po të thoshte po do ta rishodhe një herë. Dhe në fakt është i vërtetë edhe me Kosto. Tha jo. Unë i uroj gjithë mirat, dua që të posi përsëritet më. Do isha shok shumë i mirë. Do takohemi ta jashtë, pa tjetër që po, jo, se unë tha 89% këtu jam i vërtet në këtë gjë. Dhe ti e i vërtet, sa do, mendoj që se cili nga ne, sa do që të dish që ke kamera, tash ne jemi 30 minuta këtu. Kemi kamera dhe për kamera mund të flasim që t'jemi shumë të pëlqyshëm edhe korrekt me gjithë me publikun, prap shkojmë të vetja jo. Po unë s'ka marrë të pëlqyshëm, ka marrë të them ato që mendoj dhe ndi, dhe s'do të bje dakord as me ty, unë dal nga, edhe unë s'bi dakord, dhe unë dal nga këtu. Unë do të them ato që mendoj dhe ndi. Ti e di më Klajti që kur thua atë që mendon, ti ke Kosto, del edhe tani do turen pse e the, si e the, po unë prap zgjedh të them atë që mendoj, si e mendoj unë. Edhe nuk është mendim profesional të ndani këto gjëra. Pa diskutim, po sepse të gjitha ta që komentojnë edhe në rrjetet sociale, sepse ne dim se si gëllon në rrjeti pikërisht nga komente për një personazh. Dhe ata nuk janë fiks në komente. Një herë i qajnë hallin Gjestit, një herë i turen Eglit, pastaj bëhen me Eglin, qëndrohe forte, ku di unë. Po, ka një gjë që shkojnë gjithmonë me atë që është më Por është fakt, ne bëjmë analizë pse të vim deri në këtë pikë.
Dhe në këtë pikë të lojës, ku jemi? Dhe Rozana ishte një ngarkesë të madhe emocionale. Të gjithë. Shikon qa më ndodhe aty. I ka ardhë keqe dhe për Eglin. Ajo e ka suportu Eglin me 10 herë, Egli po atë ka sulmu. Sepse për para gjestit ajo zvinde as njeri dhe a i tha. Her tjetër, mos vër njeri mbi veten. Edhe uj që është uj, po e pive me të pritha të bëndëm. Ja këtë djali vogël. As mua, as njeri, ka limit çdo gjë. Të duash, të kesh fiksime, të luash, mbi veten. Se edhe loja e madhe ka kosto mbi veten, se cili që ka qenë në çdo Big Brother ka marrë kosto mbi veten, pasoja që janë sot e kësaj. Një pyetje të fundit me që jemi në limitet të tanis me Indritin. Në këtë pikë, Egli nuk është më. Është gjesti do të vijoj lojën, pavarësisht se... Jam falë ke Amberin. A doli Amberi nga ngarkesa? Sa doli u penu, do të me hy? A mund të kemi një rihyrje të Eglit? Nuk ndodhë, besoj. E di. Kur mos të e kur? Më thuaj. Indrit, do ta dëshiroje një tjetër hyrje të Eglit, apo nuk ka më kuptim në këtë pikë? Besoj që ka më kuptim, jo, s'ka kuptim. Ndërmjet kujt do të luhet loja? Unë shoh potencial shumë të fort Gertën, Rozanën, gjithashtu. Mendoj që dhe Danja dhe një ndërfin finalistët. Mua Loredana më duket më mirë se Danja tashmë. Lajerdin se shoh më shumë Valbonën se sa Lajerdin faktikisht. Shiko, se ma përmënde Valbonën se ti më ndjerë. Valbona e shau Eglin e Telendisi para 2 ditësh. Nuk la familjar pa i përmënde e qoj në limite. Sot, apo mbrëm nuk e dita një qante, edhe zjeshe me gjestit se ti e djali keq se bregozën të dali. Do me thënë, kur je bipolar aty brënda qa pret më nga komentusit. Për mu ajo Loredana është bërë shumë interesante. Shumë interesante. Më pëlqen shumë. Ka hyrë në rol. Ajo ka hyrë një rol shumë të lezet. Po, pra sa të po themi. Në rol, Po të gjithë luajnë, të gjithë interpretojnë. Që se s'do kishe mëndë, s'do ishte atipi, as Lore se mëndon. Pra ajo e ka pa e bën, thjesht e kanë zjerë. Jemi në fund dhe do ta mbyllim me një interpretim ndryshe. Të gjithë interpretojnë brenda në Big Brother, kanë një rol. Unë dua një interpretim live të këngës E Bukur, me që na është kthyer në lajtmotiv këto ditë, Klajti, pak fare. Më ndalet fryma kur të shoh, jo s'të kam paru bë shumë kohë, ti dukesh e bukur, para meje e bukur. Për më tepër e keni në YouTube. Patjetër, shumë urime. Shumë urime. Parë kujt do t'i shkonin aty nga Bigu. Nuk e ti në kam gabuar, është e para dashuri. E ndoshta për këtë që pëlqen ti, po. Indrit, faleminderit shumë. Faleminderit për prezencën, gjithmonë i mirëpritur në Breaking. Klajdi, të lutem, këndo më shumë. Okej. Këndo më shumë dhe mos bëj mungesa kaq të gjata. Mos bëj mungesa kaq të gjata, Tea të pres sërish. Faleminderit dhe me këtë bisedë rreth Big Brother VIP ne mbyllim këtë transmetim. Vazhdo të shihemi sërish ditën e hënë në orën 9 të mëngjesit. Vazhdoni qëndroni me Top News dhe kalofshi sa më mirë.